Cila është shtylla kryesore e Islamit? Islami ka 5 shtylla. Shahadeti, dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, falja e namazit, dhënia e zakatit, agjerimi i Ramazanit dhe shkuarja në haxh për atë që ka mundësi një herë në jetë. Këto janë 5 shtyllat e Islamit. Shtylla kryesore, më e rëndësishme, është shahadeti. Pa shahadet, pra nuk hyn dot në Islam. Pra që të quhesh musliman, nevojitet shahadeti, dëshmia se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Vjen në hadith prej profetit alayhis salam: "Men kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah, dakhala al-janna." Kush pra, fjala e tij e fundit është la ilaha illa Allah, hyn në xhennet. Kështu që kush e thot këtë fjalë me bindje të plot se ka botë tjetër, se ka xhennet, se ka xhehenem, hyn xhennet. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij.